Reformat në arsim në vendin ton tash e 3 dekada ngecin për vetëm një arsye, sepse nuk nisen me kohë dhe në afat të gjatë, vlerëson veterani i arsimit Xheladin Murati. Ai rikujton se deri më tani janë ndryshuar më shumë se 20 ministra të arsimit, por çdo reformë ka qenë aty për atyshme. Nuk kanë koncept se është arsimi bashkëkohor, andaj edhe nuk ka pasur rezultate. Të gjithë ministrat që kanë qenë kanë filluar të ndërtojnë diçka të lanë gjurmë se ka bën diçka, por realisht nuk ka përparim në funksionimin e sistemit arsimor, ose të gjitha rrisit që ndodhin nuk janë në funksion të afirmimit të vlerave të mirëfilta pedagogjike, arsimore, kulturore dhe shkencore në këtë. Prandaj reforma bëhet fillimisht 5 vjet para përgatitet. Jo tash fillojmë me reformën në mënyrë deduktive, mandej nesër thojmë gabim, nuk bën kjo, duhet ta ndryshojmë prapë. Profesor Murati theksoi edhe një shqetësim, atë të çantave të rënda të nxënësve që po deformojnë shtyllën kurrizore. Askush nuk e definon këtë çantë ngarkesë. Por flasë për ngarkesën e nxënësve, çanta e nxënësit, sa nxënës do të meten me deformimin e borxhit kurrizor, pra arsye se çanta peshon shumë më tepër se sa është lejuar me norma pedagogjike. Normat pedagogjike thonë, çanta duhet të jetë rëndë 15% e peshës së trupit të nxënësit. Unë e mati peshën të çantës së mbesës, ai ka 25 kg libra. Edhe nuk mund ta bajë natyrisht. Kreu i komunës së Tetovës, që ishte i pranishëm në konferencën shkencore për reformat në arsim të organizuar nga shoqata e pedagogëve të Tetovës, foli për mungesën e librave në shkollat fillore dhe të mesme, si një nga problemet kyçe me të cilën përballet arsimi në Tetovë. Kemi folë që çdo shkollë të përpiloj tekste profesionale, të lëndëve profesionale dhe të njëjtat mund t'i sigurojmë ne si komunë në bashkëpunim me shkollat si tekste ndihmëse derisa ministria nuk gjen zgjidhje afatgjate me sigurimin e teksteve profesionale. Në këtë konferencë u fol edhe për statusin e mësuesit në ditën e tij, e cila sipas kreut të shoqatës është në çdo nivel, si në aspektin e punës, po ashtu edhe në aspektin e pagesës që bëhet ndaj arsimtarit.